Shkruan Muslim Urrizi. Letra e dorëheqjes së zotit Joseph Kent, drejtori të Qendrës Kombëtare kundër terrorizmit të Amerikës, drejtuar presidentit amerikan zotit Donald Trump, dhe kur lexoi pastaj rezolutën e Ramës në parlament për të mbështetur Izraelin si lëpirës, pa ja kërkuar askush dhe për politiet e PD-s për ta mbështetur rezolutën e Ramës me deklarata shtypi, më vjen vështirë. Lexojeni që të mësoni nga vetë goja e një zyrtari të lartë amerikan, pse Amerika nga 2003 deri sot është zhytur në luftrat pafundme në lindjen e mesme. Të gjitha kanë qenë jo për hesapet e Amerikës, por për hesapet e Izraelit dhe të nga lobi sionist që ka kapur nga fyti amerikan. Qendra kombëtare kundër terrorizmit, president Trump. Pas shumë kohë reflektimi, kam vendosur të jap dorëheqjen nga pozicioni im si drejtori i Qendrës Kombëtare kundër terrorizmit, me efekt që sot nuk mundem me ndërgjegje të pastër të mbështes luftën në vazhdim në Iran. Irani nuk paraqiste asnjë kërcënim për kombin ton dhe është e qartë se ne nisëm këtë luftë për shkak të presionit nga Izraeli dhe lobit të tij të fuqishëm amerikan. Unë mbështes vlerat dhe politikat e jashtme për të cilat ju bët fushat në vitet 2016, 2020, 2024, të cilat i zbatuat në mandatin tuaj të parë, deri në qershor 2025. Ju e kuptonit se luftrat në lindjen e mesme ishin një kurth që i mori Amerikës jetët e çmuara të patriotëve tanë dhe shteroi pasurinë dhe prosperitetin e kombit tonë. Në administratën tuaj të parë ju e kuptuat më mirë se çdo president modern se si të përdoret fuqia ushtarake në mënyrë vendimtare pa u tërhequr në luftra pafund. Ju e demonstruat këtë duke mposhtur ISIS-in. Në fillim të kësaj administrate, zyrtarë të lartë izraelit dhe antar me ndikim të medias amerikane zhvilluan një fushat dezinformimi që minoi plotësisht platformën tuaj America First dhe mbolli ndjenja pro luftës për të nxitur një luftë me Iranin. Ky echo chamber u përdor për t'ju mashtruar që të besonit se Irani paraqiste një kërcënim të menjëhershëm për SHBA dhe se duhet godisnit tani, sepse ekzistonte një rrugë e qartë drejt një fitoreje të shpejtë. Kjo ishte një gënjeshtër dhe është e njëjta taktikë që izraelitët përdorën për të na tërhequr në luftën katastrofike në Irak, e cila i kushtoi kombit ton jetët e mira burrave dhe grave më të mirë. Ne nuk mund ta bëjmë këtë gabim përsëri. Si një veteran që kam shërbyer në luftë 11 herë dhe si një bashkëshort Gold Star, që humba bashkëshorten time të dashur Shannon në një luftë të prodhuar nga Izraeli, nuk mund të mbështes dërgimin e brezit të ardhshëm për të luftuar dhe për të vdekur në një luftë që nuk i shërben asnjë përfitimi popullit amerikan dhe nuk justifikon koston e jetëve amerikane. Lutem që ju të reflektoni mbi atë që po bëjmë në Iran dhe për kë po e bëjmë. Koha për veprim të guximshëm është tani. Ju mund të ndryshoni drejtimin dhe të hartoni një rrugë të re për kombin ton, ose mund të lejoni që ne të rrëshqasim më tej drejt rënies dhe kaosit. Ju i keni letrat në dorë. Ishte nder të shërbeja në administratën tuaj dhe të shërbeja kombit ton të madh. Joseph Kent, drejtori i Qendrës Kombëtare kundër terrorizmit.